Hoxha, selam aleikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mashallah. Sot u futëm edhe ditën e fundit të Ramazanit. Inshallah Zoti na ka pranuar agjërimin dhe lutjet që kemi bë. Pyetja ime është, pse pikërisht ditët e fundit të Ramazanit konsiderohen si më të rëndësishme? Pse s'ishin ditët e para, të mesit, po janë pikërisht ditët e fundit të Ramazanit? Gjithë Ramazani është i rëndësishëm. Gjithë Ramazani është i rëndësishëm dhe gjithë Ramazani është i bekuar. Dhe në të gjithë Ramazanin janë hapur dyert e xhenetit dhe në gjithë Ramazanin janë mbyllur dyert e xhenetit. 10 netë i fundit të Ramazanit ose 10 ditë i fundit të Ramazanit është i rëndësishëm sepse është fundi dhe njerëzit në përgjithësi janë nga fundi lodhen, neglizhojnë. E Zoti më deshi që natën e Kadrit, ajo natë sipas Kuranit është nata që është më e vlerësuar se 1000 muaj të Zotit, është nata e fatit, nata e jetës. Pikërisht kjo natë është e fshehur pikërisht në këtë 10 netësh edhe në këtë 10 ditësh të fundit të Ramazanit. Për këtë arsye do të thonë ka një rëndësi të veçantë dhe profeti alayhis salatu selam, siç thotë nëna e besimtarëve, nuk e kushton rëndësi shumë ushqimit, nuk e kushton rëndësi shtratit, fletjes, gjumit, zgjonte gjithë shtëpinë para gjithë anëtarët e familjes, e kalon gjithë natën në adhurim, madje kalonte një kohë shumë të madhe në xhami, pra rrinte etikaf, rrinte në xhami pa pushim. E gjithë kjo në kërkim të natës Kadrit. Për këtë arsye ka vlerë të madhe ky 10 ditësh sepse çdo gjë që bëhet natën e Kadrit është më e vlerësuar te Zoti se sa të bëhej 1000 muaj pa pushim. Pa llogaritë 83 vite afërsisht. Për çdo gjë që bën natën e Kadrit, një dua, një dhikr, një Kur'an që lexon, një 2 rekat namaz, çdo gjë që bëhet natën e Kadrit është më e vlerësuar te Zoti se sa të bëj 83 vite pa pushim. Dhe kam thënë urtësia është në fakti që, si më thënë, mosha mesatare e pasuesve të profetit Muhammed alayhis salam është 60-70. Ndërkohë që popujt më herët kanë jetuar më shumë, e Zoti ka kompensuar muslimanëve pikërisht me natën e Kadrit.